Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 48 vjeçe dhe jetoj në Tiranë prej shumë vitesh. Jeta ime nuk ka qenë e lehtë. Kam kaluar një martesë që nuk përfundoi mirë, vite të tëra duke përpjekur të mbaj veten në këmbë dhe një periudhë të gjatë ku ndjesha sikur gjithçka kishte mbaruar për mua. Sidomos kur bëhej fjalë për ndjenjat. Pas divorcit për një kohë të gjatë nuk kisha më besim te askush. U mbylla në vetvete, u fokusova tek puna dhe mbijetesa. Ishte një periudhë ku çdo ditë dukej njësoj, pa emocion, pa surpriza. Por kishte një gjë që më mbante gjallë shpirtërisht, rroba qepësia. Qepja ka qenë gjithmonë pjesë e imja, që e re kam pasur dorë për këtë punë. Pas shumë përpjekjesh, vendosa të hap një dyqan të vogël timin. Nuk ishte luks, nuk ishte i madh, por ishte i imi. Një hapësirë ngrohtë me një makinë qepse që nuk ndalej kurrë dhe me një pasqyrë të madhe përballë, ku klientët shihnin ndryshimin e tyre. Aty kalonin ditët e mia. Klientë që vinin dhe iknin, punë të vogla, në një bisede shkurtër, jeta ime ishte bërë rutinë. Nuk prisja më asgjë nga ajo pjesë që quhet dashuri. Derisa një ditë u hap dera. Ishte një pasdite e zakonshme, po punoja mbi një fund kur dëgjova tingullin e derës. Ngrita kokën dhe pash një burrë që hyri brenda. Ishte rreth të 50-tave, i gjatë me trup të fortë. Duart e tij tregonin qartë që ishte njëri pune, të ashpra të lodhura. Veshja e tij ishte e thjeshtë, pak e pluhurosur, sikur vinte direkt nga puna. "Përshëndetje", më tha. "Përshëndetje." Mbante në dorë një palë pantallona pune. "A mund të më ngushtosh pak këto?" I mora pantallonat, i pash me kujdes. "Po, pa problem." I ktheva përgjigje. Por ndërsa flisnim ndodhi diçka që nuk e prisja. Ai më pa drejt në sy dhe unë e pash gjithashtu. Ishte vetëm një moment, por ishte shumë i fortë. Një ndjesi që nuk e kisha përjetuar prej vitesh. Një lloj lidhje menjëhershme pa fjalë. Ai buzëqeshi lehtë. "Jam murator", më tha. Sikur donte të shpjegonte gjithë pamjen e tij. "Unë jam rroba qepse, siç e shikon." Ja ktheva. Qëndroi pak më gjatë se sa duhej. Bëm muhabet të thjeshtë për punën, për lodhjen, për jetën në Tiranë. Nuk ishte ndonjë bisedë thellë, por ishte e sinqertë. Kur u largua më tha, "Do vi pas disa ditësh ti marr." "Po të pres", ja ktheva. Për herë të parë pas shumë kohësh mezi prisja dikë. Ditët kaluan ngadalë. E gjeta veten duke menduar për atë moment, për mënyrën si më pa, për qetësinë që më dha pa bërë asgjë të madhe. Kur erdhi përsëri, e ndjeva menjëherë. E njëjta ndjesi, e njëjta energji. Provuam pantallonat. Ishin perfekte. Mënyra si më pa më bëri të kuptoj që nuk po fliste vetëm për pantallonat. Qëndroi përsëri, këtë herë më gjatë. Filluam të flasim më shumë. Më tregoi për jetën e tij, që kishte punuar gjithë jetën si murator, nuk ishte pasur shumë kohë për veten dhe ishte ndjer i vetmuar. Pa e kuptuar, fillova të hapesha gjithashtu. I tregova për martesën time, për zhgënjimin, për vitet që kisha kaluar duke u rindërtuar. Nuk ishte e lehtë për mua të flisja për këto gjëra, por me të dukej e natyrshme. Pas asaj dite, ai filloi të vinte shpesh. Ndonjëherë sillte në një ropë të vogël, ndonjëherë vetëm kalonte për të më përshëndetur. "Kalova këtej dhe të pash", më thoshte për ditë. Unë e dija që nuk ishte rastësi. Dyqani im nuk ishte më vetëm një vend pune. U bë një vend pritje, një vend ku unë prisja atë. Një vend ku dita ime kishte një moment të veçantë. Filluam të qeshnim më shumë, të njiheshim më thellë, të kuptonim njëri tjetrin pa shumë fjalë. Një pasdite ndërsa po mbyllja dyqanin, ai erdhi dhe qëndroi te dera. "Nuk kam ardhur për rroba", më tha. "E di", u përgjigja. Bëri një hap më afër.
Nëse ke kohë, do doja të pinim një kafe bashk. Për disa sekonda mendova. Jo sepse nuk doja, por kisha shumë frikë. Frikë të hapja përsëri një derë që e kisha mbyllur prej vitesh. Por pastaj mendova për veten time, për gjithë ato vite që kisha kaluar në vetmi, dhe për atë ndjesi që ai më kishte dhënë. Dy njerëz që kaluan shumë mirë. Sot kur e mendoj, dal në konkluzionin që jeta nuk t'i jep një fillim të ri kur e kërkon, por atëre kur ti je gati ta pranosh.